Në Tetov dhe jo vetëm u organizua aksioni ekologjik Fundjavë Gjenerale, që nga orët e paradites të punësuar në administratën e komunës së Tetovës, pjesëtarë të organizatave jo qeveritare, nxënës të shkollave të mesme dhe qytetar filluan aksionin për pastrimin e qytetit të Tetovës nga mbeturinat. Aksioni ekologjik është zhvilluar në pjesët qendrore dhe periferike të qytetit të Tetovës, ku ka më shumë mbeturina. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka bërë thirrje që qytetarët të kujdesen më shumë për pastërtinë publike, sepse nuk mjafton vetëm angazhimi i punëtorëve të higjienës komunale. Në aksionin ekologjik u grumbulluan mbi 200 thasme mbeturina që u gjetën të hedhura nëpër rrugë. Kanë qenë të përfshirë 5 shkolla të mesme me 2 ndrimet që kanë qenë paradyte dhe gjithë administrata e komunës së Tetovës bashkë me administratën e ndërmarrjeve komunale që janë në kuadër të komunës së Tetovës. Ka qenë një vikend sa simbolik, sensibilizues, por edhe praktik në drejtim të asistimit të punëtorëve të ndërmarrjeve komunale për menaxhim me mbeturinat për të pasur hapësira më të pastërta. Simbolik në aspektin asaj që për një kohë të shkurt nuk mund të pastrojnë gjithë hapësirat publike, por për të treguar se gjithë jemi pjesë e një ambienti më të pastër apo punimit, angazhimit dhe kontributit për një ambient më të pastër. Problem në vete është se në shumë pjesë të parkut kombëtar në Malin Sharr ka deponi të egra. Edhe pse disa herë ka pasur aksione për pastrimin e deponive, megjithatë Mali Sharr ende është larg që të jetë i pastër nga mbeturinat, sidomos ato inerte. Mendoj se kohëve fundit është rregulluar kjo çështje me sober më herë. Domethënë ato po kanë pikat të cilat në Malin Sharr po i pastrojnë dhe i mirëmbajnë. Mendoj se është pak më mirë tash se rendin e kaluar. Se edhe vëdësimi i qytetarëve është duke u ngritur jashtëzakonisht. Parku me fshatarët që jetojnë në park, me qytetarët, domethënë kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Jemi në koordinim për gjithçka e sipër. Nga komuna e Tetovës janë shprehur të gatshëm që të bashkëpunojnë me parkun kombëtar për të pasur më shumë pastërti. Ne jemi të gatshëm që në bashkëpunim me Parkun Nacional që të jemi pjesë e aksioneve të tilla dhe sigurisht që të bëjmë domethënë edhe punën tonë, angazhimin tonë për një ambient më të pastër. Por dua të them që edhe me vendimet e fundit të Parkut Nacional për të pasur do kisha thënë një kontroll më të madh të njerëzve të cilët lëvizin nëpër malet e bukura, nëpër bukuritë e Sharrit, do të kontribuoj që gjithnjë më pak të kemi kështu deponi, por patjetër që dua të them se këto deponi ilegale do duhet të punojmë bashkë edhe me Parkun Nacional, edhe me Ministrinë e Ekologjisë, me projekte dhe aksione të përbashkëta për t'i larguar nga aty ku janë. Aksioni ekologjik Fundjavë Gjenerale në nivel të shtetit dhe në veçanti në Tetov është përkrahur nga kompania private Saubermacher, e cila përmes partneritetit publiko-privat grumbullon mbeturinat në Tetov.